Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu I jep urdhër nëse keni rrahje të larta zemre, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Rrahjet e zemrës konsiderohen të shëndetshme kur janë mes 60 dhe 100 rrahje për minutë. Megjithatë, ato ndikohen nga shumë faktorë ku përfshihen gjendje emocionale, ushqyerja, shëndeti mendor, medikamenti dhe niveli I aktivitetit fizik. Konsumimi I disa ushqimeve apo pijeve mundet që të shtojë rrahjet e zemrës edhe në nivele jo të shëndetshme. Këtu ju do të mësoni për ushqime dhe pijet që ju duhet të shmangni ose të kufizoni për të mbajtur rrahjet e zemrës në nivele të shëndetshme. Ushqime dhe pije të pasura me kafeinë. Ushqime dhe pije të cilat përmbajnë kafeinë kanë tendencën që të rrisin rrahjet e zemrës. Kafeina stimulon sistemin nervor qendror dhe egzalton trurin duke shkaktuar një rritje të beftë të sëmundjeve të zemrës. Njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni I lartë I gjakut apo rrahje të çrregullta të zemrës duhet që të shmangin kafeinën. Çokolata është e pasur me një substancë stimuluese natyrale që quhet theobromine. Kjo substancë gjendet jo vetëm tek çokolata, por edhe tek nënproduktet e saj, siç janë akulloria me çokollatë, ëmbëlsirat, qumshti me çokollatë apo çokolata e ngrohtë. Ndikimi I kësaj substance tek rrahjet e zemrës është e gjitha në varësi të dozës. Kjo do të thotë se sa më shumë çokollatë hani, aq më të larta do të jenë rrahjet e zemrës. Sheqeri. Ushqimet e tejmbushura me sheqer rrisin shpejt rrahjet e zemrës. Sheqernat në gjak pengojnë njëkohësisht funksionin e enëve të gjakut dhe rrisin tensionin e gjakut dhe bashkë me të edhe rrahjet e zemrës. Ndër ushqimet të cilat shkaktojnë një rritje të beftë të sheqernave në gjak janë pijet e gazuara, ëmbëlsirat, buka, makarona dhe orizi I bardhë. Speca djegës për normalizimin e rrahjeve të zemrës. Speca djegës gjithashtu kanë tendencën që të parandalojnë çrregullimet në rrahjet e zemrës. Nëse aritmia është e vazhdueshme, ajo mundet që të përkeqësojë qarkullimin e gjakut në tru dhe njëkohësisht në organe të tjera. Ndërkohë, konsumoni ushqime duke I kombinuar me pak specë djegës pa e tepruar me sasinë. Kapsaicina tek specat djegës përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ul rrahjet jo normale të zemrës. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë listën e ushqimeve të cilat mund ta dëmtojnë zemrën tonë. Shëndeti I zemrës përmirësohet në qoftë se ne do të vendosim të ushqehemi shëndetshëm. Konsumoni suplement si omega 3 ose hekuri, si edhe kryeni aktivitete fizike. Mirëqenia e zemrës varet nga një stër faktorësh dhe ushqime të cilat janë disa prej tyre që ne na dëmtojnë akoma dhe më shumë. Ushqimet të duhura dhe të shëndetshme luajnë një rol thelbësor për zemrën, ashtu si luajnë një rol të dëmshëm ushqimet e gabuara. Nëse dëshironi që të ruani shëndetin tuaj kardiovaskular për shumë vite me radhë, atëherë ju duhet të shmangni këto ushqime. Ushqimet e shpejta. Yndyrat e ngopura kanë gjithashtu një lidhje direkte me shëndetin e zemrës. Në përgjithësi, yndyrat e ngopura me bazë shtazore në kombinim me karbohidratet kanë një efekt përkeqësues për zemrën, por ushqimet e shpejta vijnë edhe të kriposura në maksimum. Shmangini sa më shumë ushqimet e shpejta si sufllaqe, hamburger e të tjerë, në mënyrë që të mbroni zemrën. Mishrat e përpunuar.
Salçicet, prosciutat, salam, pastërmat kanë një përmbajtje të lartë kripe. Vetëm një fetë hollë prosciute përmban gjysmën e sasisë së rekomanduar ditore të kripës. Ky i fundit është një kohës thjesht përgjegjës për rritjen e tensionit të gjakut dhe dëmet që ajo shkakton në zemrën tonë. Sipas ekspertëve, edhe ushqimet të skuqura mbeten një nga ushqimet më problematike. Patatet e skuqura, mishi i skuqur dhe të ngjashme si këto rrisin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Yndyrat e të skuqura rrisin gjithashtu kolesterolin, ndaj ju duhet që të shmangni këto produkte sa më shumë që të jetë e mundur. Produktet e gatshme shumë të sheqerosura. Për shumë vite me radhë, yndyrat janë përmendur si një nga shkaktarët MNZ në mesin e ushqimeve të sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, ekspertët besojnë se niveli i lartë i sheqerit gjithashtu mundet që të jetë një kërcënim po aq i madh sa edhe kontribon në shëndetin e obezitetit. Të gjithë këta janë shkaktar të sëmundjeve të zemrës. Sheqeri. Debatet mes kardiologëve janë përqendruar tek roli i yndyrave të ngopura, kolesterolit dhe njëkohësisht sheqernave. Në qoftë se ka vetëm një përbërës i cili duhet të eliminohet nga pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose janë të rrezikuar prej tyre, është pikërisht sheqeri. Pijet me një ëmbëlsues shtesë. Shumë nga ju e gjejnë burimin më të madh të sheqerit të shtuar jo vetëm në ushqime, por edhe në pije. Studimet më të fundit kanë treguar se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve dhe 45% e femrave kishin konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar në mesin e vitit 2011 dhe 2014. Dritrat e ëmbëlsuara, ushqimet që sikur duken janë pjesë e një regjimi ushqimor të shëndetshëm në fakt nuk janë. Dritrat e mëngjesit janë të mbushura me sheqer. Ngrënia e karbohidrateve të rafinuara dhe të sheqernave në mëngjes e nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak ose e luhata të duke i çelur rrugët të ndimit të sheqerit gjatë ditës. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë ngrënien e frutave, vezës, avokados ose bukës me dritë të plotë. Ëmbëlsirat e pjekura. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato që shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plot me sheqer dhe me gjasa, janë të gatuara me yndyra të ngopura siç është për shembull vaj i palmës ose margarina. Pica. Ekspertët e kanë renditur picën në mesin e ushqimeve më të kripura pas mishit të përmendur. Përmbajtja e kripës dhe njëkohësisht e yndyrave në mesin e këtyre ushqimeve është gjithnjë në rritje me çdo produkt shtesë që ju shtoni në brumin e picës. Kur hani jashtë, mundohuni të kufizoheni me 1 deri në 2 copa picë ose zgjidhni picë me perime. Pijet e gazuara dietike. Ato mund të jenë pa yndyr ose me 0 kalori, por pijet dietike kanë një anë të errët. Njerëzit mendojnë që pije të tilla janë të shëndetshme, por jo. Studimet shkencore kanë provuar dita ditës që pijet e gazuara kanë lidhje me obezitetin dhe diabetin, që më pas rrisin edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.